Për ka prokuroria nuk kemi të kënaqur hiç. Domethënë vetë fakti që gjatë rastit kur ka ndodhur me një fjalë aksidenti i vllavit që ja kanë bërë terapi në gabim, aty doktori s'u kon hiç. Domethënë doktori në detyrë shkoi dash më kon nuk ka paraqit hiç domethënë. As kur ka ndrru jetë vllavi, as me dalë ngushnimi me na vonë, as si domethënë çka ka pas këtë me motrat medicinale, me motrat e detyrë çka kanë qenë domethënë, me qetësues, ty i dhon shembull babës, migjës ty i dhon qetësues, se shumë rast i ron, shumë rast trombetës. Shumë është e vështirë. Çdo ditë, çdo net pret lajm, mirë por nuk ka asgjë. Me merr në pyetje çfarë ka ndodhur, a ka ndonjë send tre, a ka me pas, a ka me dalë rasti në drejta, asgjë. Siç e thash edhe një vit më herët, nuk kam shpresa shumë që ka me pas drejtësi në këtë shtet korruptum, ama që ja pra edhe se sot një vit i njëjti rast.